Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alili në kanalin Monitor TV. Shpresoj që sot të keni kaluar me një ditë me energji të mirë dhe tashmë jam shumë i bindur që jeni pozicionuar për të dëgjuar ngjarjet më të fundit, diskutimet apo qoftë ato thashe themet, ato komentet që shkruhen lart e poshtë për artistët shqiptar. Fifi, një artiste shumë e dashur dhe e duar trokitur nga populli shqiptar, ditën e djeshme ka postuar 2 poster apo 2 flyer në Instagramin e saj në story, ku fillon një verë shumë të bukur. Fillon një verë të ngrohtë, një verë me shumë ritëm, një verë me adrenalin, një verë me këngë, me atmosferë, me koncerte fantastike. U premtuan që do të kenë koncerte 2 shoqet. 2 shoqet që më herët ishin mike. Çuditërisht në Big Brother nuk kam dëgjuar, ndoshta jam dhe gabim, por unë nuk kam dëgjuar apo nuk mbaj mend të kem dëgjuar ndonjë moment ku Egli e ka përmendur edhe ka folur për shoqërinë e saj dhe Fifit. Tani, me sa e di unë rregulloren e Big Brotherit, nuk është problem të flitet për ish banor të asaj shtëpie. Dhe pikërisht, Fifi ka qenë ish banore e kësaj shtëpie, ish banore e Big Brotherit. Por, në ditën kur Egli doli, patëm një afrimitet shumë të madh mes Fifit edhe mes Eglit, dhe filloi një shoqëri shumë e shpejt, saqë të gjithë filluam ta marrim lakmi dhe le të mos flasnim fjalë popullore, sikur e morëm sysh këtë shoqërinë edhe u shkatrua. Sot këto 2 shoqet janë të ndara dhe siç duket po thumbojnë njëra tjetrën në Instagram me thumba, me story, me goditje për njëra tjetrën. Fifi ditën e djeshme ka postuar 2 postera që do të jetë e ftuar në 2 mbrëmje. Unë e di që mbrëmjet e Fifi do të jenë super të mbushura me fansat e saj, me shqiptarë të cilët do të shkojnë për të dëgjuar këngët e Fifit, apo ndoshta për të bërë një foto dhe për ta pyetur në vesh, aman na thuaj se çfarë ndodhi me Eglin, sepse ti nuk ke reaguar. Egli reagoi, por ti s'ke reaguar. Fifi nuk është një këngëtare që do luftonte vetëm për Eglin, më duhet ta them këtë gjë. Sepse shoh ca komente që thon për shembull Eglin e tradhtoi, e la në rrugë, është mashtruese kjo, është gënjeshtare kjo është përfituese. Tani, pse që ka Fifi gënjeshtare, apo pse që ka Egli mashtruese? Unë mendoj që në ditën e parë, kur këto 2 goca janë ulur dhe kanë folur me njëra tjetrën që, për shembull, e dashura mikja ime, unë personalisht si këngëtare, si Fifi që jam, kam bërë, dua të bëj një projekt, apo unë si Egli, dhe unë dua të jesh edhe ti, sepse je një artiste që ke peshë, që punon bukur, që bën klipe të bukura, ide të bukura të klipeve, që bën tekste të bukura, që tekstet e tua mbajnë shumë peshë, mbajnë shumë energji, mbajnë shumë histori, mbajnë shumë tematik, do me thënë krijojnë debatë, se jo çdo këngë krijon debat, jo çdo këngë diskutohet, analizohet, komentohet. Dhe unë mendoj që deri në këtë pikë Fifi u tregua shumë korekte dhe ndihmoi pafund Eglin, se nuk është e lehtë të kesh një rikthim të bukur, nuk është e lehtë të vish në një mënyrë dinjitoze, nuk është e lehtë të vish si një mbretresh. Tani Egli erdhi si një diva e madhe, e cila priteshte me një duartrokitje të madhe nga populli shqiptar. Egli nuk është se erdhi keq, domethënë Fifi nuk është se e dëmtoi Eglin në rikthimin e saj skenik, përkundrazi e solli shumë bukur. Mua më vjen shumë keq që këto 2 shoqet janë prishur dhe nuk janë bashkë, dhe kur e bën matematikën që prishet një shoqëri, kur në mes është interesi i lekut, kjo është edhe më e dhimbshme në këtë pikë. Por gjithsesi është e turpshme të thuhet, edhe më vjen keq që menjëherë, domethënë fansat tregojnë një lloj agresioni të çmendur, duke folur që jo po Fifi kishte fajin, jo po Fifi është interesaxhie, jo po Fifi është kjo, jo po Fifi është mashtruese. Do me thënë, është një tmerr që njerëzit mundohen të njollosin imazhin e tjetrës.
Fifi me patjetër që do vazhdon suksesin e saj, me patjetër që do të merr koncerte sepse e ka bukë të gojës në fund të ditës, ashtu siç edhe Egli në një të nesërme të shpejt do të fillon të merr koncerte, do të menaxhoj karrierën e saj, do të menaxhoj biznesin e saj, do të menaxhoj punën e saj. Për mendimin tim, të dy gocat janë artiste fantastike. Të dy gocat kanë shumë botë arti. Të dy gocat kanë shumë logjik për të bërë vepra të mëdha. Dhe në qoftë se Fifi ka marrë ca koncerte dhe Egli ka anuluar koncertet e saj sepse ka prish kontratë bashkëpunimi, kjo nuk do të thotë që është gabim. Tani, në qoftë se Egli thotë unë jam dëmtuar nga kjo gjëja që ndodhi, normalisht që është dëmtuar, sepse për një artiste të madhe, siç është Egli, të publikohet kënga dhe të hiqet nga YouTube-i, automatikisht është një dështim shumë i madh. Më thënë është dështim i keq. Prandaj dhe Egli nuk i pranoi as tagun Fifit e fshiu, as storin, as një gjë. Do të thënë, thjesht është një hatërmbetje mes të dy gocave që siç duket po vazhdon ende. Ne do të takohemi sërish së bashku. Kjo është Fifi, kjo është Egli. Fifi tashmë po fillon me rutinën e saj fantastike të artit dhe do të keni fatin ta shikoni nëpër koncerte dhe të dëgjoni këngë të mrekullueshme nga Fifi, siç ka qenë gjithmonë.